Shfaqja e sëmundjeve dhe epidemive me paraqitjen e immoralitetit. Profesor Parsan, unë nuk e kam të vështirë të pranoj se kjo është frymëzim ose shpallje, e cila i është zbritur Muhamedit a.s. për sqarimin e çështjeve. Profesor Zendani, ky është profesor Parsan, përgjegjës i anatomisë në Fakultetin e Mjekësisë në Kanada. Me të na njohur Dr. Moore na tha se ka dietar objektiv të cilëve u intereson e vërteta, e ndërta është profesor Parsan. Ky profesor është autor i njohur. Ka disa libra që i ka shkruar në fushën e ginekologjisë. Në këto libra, ai ka shtuar disa nga ato që janë përmendur në Kur'an dhe në thënjet e Muhamedit a.s. Ai paraqiti një numër studimesh në disa simpoziume, në mes të cilave është edhe seminari i tij mbajtur mbi thënjet e Muhamedit a.s., të cilat i transmeton koleksionuesi i njohur i haditheve Imam Muslimi. Muhamedi a.s. thot: kur embrioni bën 42 net, Allahu dërgon me lajken i cili jep formën atij, i krijon të dëgjuarit, të parit, mishin, lëkurën dhe eshtrat. Pastaj me lajkja thot: o Zoti im, mashkull apo femër, Zoti yt bën atë që do. Sikurse e shohim në këtë fotografi, kjo pamje e pikës së ujit, pra është në ditën e 35. Në këtë kohë nuk dallojmë formën e njeriut, por është një formë si formë elipse, si gjak i shtypur, mish i shtypur mudga. Deri tani thon, sikurse thot dhe profesori Parsan, nuk vret as pak pamja e njeriut. Tani shohim më qartë tek i cili na ka ofruar pra fotografimi që bën një kompani e njohur amerikane të embrionit, ku ai mbush 42 ditë u ofron mjekëve të gjithë botës. Pas kësaj jave, konkretisht në javën e 7, pikërisht pas ditës së 42, ndryshon pamja e embrionit. Fjalët e Muhamedit a.s. të cilat i dëgjuam më parë thonë: kur embrioni mbush 42 net, Allahu dërgon me lajken i cili jep formën atij, i krijon të dëgjuarit, pamërit, mishin, lëkurën dhe eshtrat. Ashtu siç shihet edhe në pamje në eko, në fotografi. Profesor Parsani paraqiti studime mbi lidhshmërinë e Kuranit dhe shkencës bashkëkohore. Në mes studimeve të tij është edhe studimi mbi përmbajtjen e fjalëve të Muhamedit a.s., të cilat na i transmeton Hakimi dhe Bejhekiu. Muhamedi a.s. thotë: sa herë që shfaqet immoraliteti në mënyrë të hapur në një popull, tek ai popull do të bien epidemi dhe shumë sëmundje tjera që nuk ekzistonin më parë. Profesor Parsan na shpjegon një pjesë nga punimi i tij. Ai thotë: tani është pranuar se ndryshimet negative që ndodhin në mitër kanë të bëjnë me moshën e grave, numrin e marrëdhënieve intime dhe numrin e lindjeve. Marrëdhëniet intime reciproke janë shumë të rëndësishme. Dashuria e shfrenuar mund që në një shkallë të madhe të shkaktojë kancerin. Pasojat dhe rreziku nga marrëdhëniet jo legjitime, intime, si dhe marrëdhëniet intime në mënyrë jo të rregullt, janë përmendur nga Muhamedi a.s. që para 1400 vitesh. Besoj se jam në rregull. Sa herë që shfaqet immoraliteti në mënyrë të hapur në një popull, tek ai popull do të pierë epidemia dhe shumë sëmundje tjera që nuk ekzistonin më parë. Fjala fahishe e përdorur në hadith nuk kupton tradhtin, pederastin, lesbicizmin e të gjitha format e tjera të immoralitetit. Dëshmi për këtë janë dhe sëmundjet e kohës së sotme, ndër të cilat është sida dhe herpesi. Profesori i nderuar Zendani, ky është shpjegimi që i bëri profesor Parsan fjalëve të Muhamedit a.s. sa herë që shfaqet immoraliteti në mënyrë të hapur në një popull, tek ai popull do të bien epidemi dhe shumë sëmundje të tjera që nuk ekzistonin më parë. Në Amerikë dhe Evropë, pasi u legjitimua pra pederastizmi, prostitucioni dhe immoraliteti me gjitha format e tij, me shpejtësi filluan të përhapen sëmundje, të cilat po kërcënojnë ardhmërinë e këtyre vendeve. Të vërtetën e ka thënë i dërguari i Zotit Muhamedi a.s. Këto janë sëmundje të reja të cilat përhapen mes njerëzve, duke mbjellur tek ata frikë dhe panik. Profesor Parsan dha një kontribut të madh në këtë aspekt. Kur u kërkua mendimi i tij mbi këtë fenomen, të cilin e njohu vetë dhe mori pjesë në studimet e tij, profesor Parsan tha: është shpjeguar se Muhamedi a.s. ishte njeri i zakonshëm dhe nuk dinte shkrim me lexim. Ai jetoi para më shumë se 1400 vitesh dhe dha sqarime, shpjegime të thella dhe të detajuara hollësishme që përputhen çuditërisht me shkencën. Unë personalisht nuk mund të them se kjo u bë rastësisht. Ka shumë gjëra që janë përmendur saktësisht. Prandaj, sikurse Dr. Muri dhe unë e kam të vështirë që të pranoj me logjikën time se Kurani është frymëzim ose shpallje hyjnore, që i është dhënë Muhamedit a.s. për sqarimin e çështjeve. Profesor Zendani: po, Kurani është shpallje e Zotit, të cilin e zbriti nga dija e tij. Lakinni Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi. Allahu dëshmon për atë që ta zbriti ty, i cili ta zbriti nga dija vet. Surja Nisa 166. Kurani është udhëzim, dëshmi dhe argument, është udhërrëfyes dhe atij i drejtohemi.
është e vërtetë e amshueshme deri në ditën e gjykimit. Atyre që është dhënë dija e dinë se kjo që të është shpallur ty nga Zoti është e vërtetë dhe udhëzon në rrugën e fuqiplotit të lavdruarit Allah.